Bashkim me LDK-n, Vjosa Osmani rikthehet garon bashkë me Lumir Abidxhikun. Ky fillim i rëndësishëm politik po riformaton skenën në Kosovës pasi kryetari i LDK-s Lumir Abidxhiku ka konfirmuar se është arritur marrëveshje për garim të përbashkët me Vjosa Osmani në zgjedhjet e 7 qershorit. Votuam dhe u dakortuam të formalizojmë tash tutje bashkëpunimin me Vjosa Osmanin, garimin e përbashkët në zgjedhjet e ardhshme, deklaroi Abidxhiku, duke bërë të ditur se procesi tashmë ka marrë miratimin e kryesisë së LDK-s dhe pritet të finalizohet edhe në Këshillin e Përgjithshëm. Sipas tij, bashkëpunimi do të realizohet përmes një liste të përbashkët brenda LDK-s pa përfshirë partive të tjera në këtë fazë. Bashkëpunimi yt është një listë e përbashkët brenda LDK-s, ka parti të tjera brenda listës së LDK-s, theksoi ai, duke shtuar se mund të ketë vetëm koalicione të vogla dytësore. Abidxhiku hodhi poshtë gjithashtu zërat për kushte nga Osmani, duke nënvizuar se marrëveshja është ndërtuar mbi mirëbesim. Asnjë kusht me Vjosën nuk kemi pasur, nuk është relacion kushtëzimesh, por relacion i kuptimit nevojës së bashkimit, u shpreh ai në lidhje me rolin e Osmanit në listë. Kreu LDK-s la të hapur mundësinë që ajo të jetë barse, duke theksuar mbështetjen e plotë. Pas një problem, besoj se Vjosa Osmani duhet të jetë kandidati i shkëlqyeshëm më dur për presidente. Populli dëshiron një gjë të tillë, tha ai.